Me 3 ndeshjet e luajtura të hënën, Bylis Laçi barazim 0-0, Partizani Teuta 1-1 dhe Elbasani Dinamo 0-5 është mbyllur java 12 e kampionatit kombëtar të futbollit A Bisnet Superiore. Më herët pas ditën e së dielës janë luajtur edhe 2 sfidat e para, ku Vllaznia mundi Skënderbeun 2-0, ndërkohë Egnatia mundi Tiranën 1-0. Pas këtyre rezultateve, Vllaznia ka marrë kryesimin e kampionatit të superiores me 21 pikë, po Arsa ka dhe Partizani vendit të dytë, por me golevarazh me të dobët se sa Kuqeblut. Dinamo është e treta me 20 pikë, e ndjekur në vendin e katërt nga Egnatia me 19 pikë. Elbasani dhe Teuta ndajnë vendin e 5 dhe të 6 me nga 16 pikë. Pastaj nga vendi 7 deri tek i 9 janë 3 skuadra me pikë të barabarta, Laçi, Tirana, Skënderbeu me nga 11 pikë secila. Skuadra e fundit që mbyll tabelën e klasifikimit është Bylisi që ka vetëm 10 pikë. Java 13 A Bisnet Superiore do të luhet këtë fundjavë e ndarë në 2 ditë, të shtunën dhe të dielën. 2 takimet e para, Egnatia Vllaznia dhe Teuta Skënderbeu, luajnë të shtunën në orën 14, ndërkohë që ndeshja e tretë e kësaj dite është ajo Dinamo Partizani, e cila luhet në orën 17. 2 ndeshjet e fundit që mbyllin javën e 13 të kategorisë A Bisnet Superiore janë Laçi Elbasani dhe Tirana Bylis, e para planifikuar të luhet në orën 14 dhe e dyta Tirana Bylis në orën 17.